Fermerët e Drashovicës përballen me mungesën e ujit për vaditje, rrezikohet prodhimi bujqësor. Drashovica një nga zonat me traditë në bujqësi në bashkinë e Selenicës, por përballet këtë sezon me një nga problemet më të mëdha të viteve të fundit, ku dhjetra fermerë që sigurojnë të ardhurat nga kultivimi i perimeve, furagjerëve dhe kulturave të tjera bujqësore, thonë se mungesa e ujit për vaditje po u rrezikon seriozisht prodhimin. Në këtë zonë kultivojnë domate, speca, patoxhan, zarzavate, bostan, shalqinj, pjepër, si dhe jonxh e kultura të tjera për ushqimin e bagëtive. Megjithatë, sipas fermerëve, sistemi i vaditjes nuk arrin të furnizojë të gjitha parcelat, vetëm një pjesë e tokave merr ujë, ndërsa pjesa tjetër mbetet e thatë, duke i detyruar fermerët të kufizojnë mbjelljet ose të heqin dorë nga disa kultura. Ata kujtojnë se vite më parë sistemi i vaditjes funksiononte normalisht dhe çdo fermer kishte mundësi të ujiste tokën e tij. Sot situata është krejndryshe dhe mungesa e ujit ka sjellë uljen e sipërfaqeve të kultivuara, si dhe rënien e numrit të fermerëve që vazhdojnë të merren me bujqësi. Çfarë tregtoni? Tregtojmë domate, speca, patlıxhane, fruta, pjeshkën e mbaruam dje dhe kumblën, kemi ca pjeshk të gushtit, kemi edhe pak darë që të fillojmë tash na java që vjen, e këto gjëra. Po kryesisht këtu kanë mbetur të moshuar dhe nuk ka të rinj që punojmë, edhe unë që po më pyet jam 70 vjeç. Edhe se tu është punoj dhe nga pasioni po dhe nga interesi se pensioni shumë një ullë. Janë shumë pak kanë lopë, një ditë tofa janë me dhënë dhe një të dhije kaqë. Po qa i kënaqur ujin që vadis të nxjerrë në posi, nuk vjen ujë. Kanali që duhet të vadis deri në kufime për shkpin, në kohën e atij sistemit, vaditës 150 hektarë në sot, këtu ku jam nuk është as mezi. Nuk vjen ujë. Pse? Se kanali nuk pastrohet. Ai rezervori derdhet në prruat, slapit dhe veten në lumë dhe kanali është i papastruar. Se është jetik, po në qoftë se ti nuk e ujë, ç'a do bësh? Puno sa duash, si do e bësh me 40 gradë, si do e bësh? Po s'pat e ujë. Këta e kanë degraduar plotësisht sistemin e vaditjes dhe bujqësinë. Unë flas për zonën tonë, se nuk mund flas për Shqipërinë, po flas për zonën tonë. E kanë degraduar. Ujit ka shkuar deri në kufime për shtëpinë. Para 8 vjetësh. Sot e 8 vjet, ujit nuk vin këtu ku jam unë. Me çfarë merren? Me bujqësinë. Konkretisht çfarë? Nisur, plus e para heqjan pensionistë. Nuk më del ajo që ma jep qeveria, se 100.000 ka marrë në muaj. Jonç, misër, bostan, tomate, speca, patlıxhane, me perim bujqësia kjo. Keni mbjellë shumë sipërfaqe? Po, tokën që kam, 2 lymë nga ka dhënë për fryme, unë kam 1.2. Ato kemi. Tjetër, me që rast kam pa kata marë tabletje tjetëri, edhe me këto e 25 tek në që pagoj dritat e ujtë. Jo, ka treg blenj këtu? Po, tregu vetëm kalimtar ke për Po, ka blerje? Po, 1.000 lek, 2.000 lek, 3.000 lek. Po, sistemi si ja bëni për vaditje? Kam bler pompë, që për vaditje është zero këtu. Ne, se na vinë edhe nga... Vinë ashti, se është prishur ajo flangje liqenit, edhe kanë shurë të në ashti sa të zgjasë për një tjetër. Ka qënë edhe një 3-4 vjetë pasaj u prishën kanale. U prishën kanale të tëra në tjetë dhe nuk vetë të toka. Ujtë në para vadis nga peta, e vendin për shkëpi. Ka organizim nga bashkia, Vadisin tëra toka Sa e kishë. rëndësishme sistemi vaditës për zonën këtu? Shumë i rëndësishëm. është kryesorja. Po ta marrësh nga kryesorja sistemi vaditjes që ta mbaj fshatarësinë, do themi një vitën vetëm ujtë është beharit. Shpenzojmë shumë me mjetet bujqësore, këto një tjetër. Edhe ndihmën, më thaj, unë biles kam nxjerrur edhe atë ka niplin, vajta për të aplikuar, që niplin e lek, do mbi 3 hektar, tha ajo, do 3 hektar. Unë ku digi 3 hektar, unë kooperativ nuk bëjmë do të që jam para. Hajde do të bëj kooperativ prapë mua. Përveç mungesës së ujit, fermerët përballen edhe me rritjen e vazhdueshme të kostove të prodhimit, çmimet e karburanteve, pesticideve, plerave kimik dhe inputeve të tjera bujqësore janë rritur ndjeshëm duke e bërë gjithnjë më të vështirë vijimin e aktivitetit bujqësor. Si quheni? Valerian Caushaj. Me çfarë merresh Valerian? Me bujqësi.
Konkretisht çfarë? Perime, domate më tepër, pastaj nga pak speca, patlıgjane, bamje, barbunja, gjëra të tilla. Shumë të shtrënda, po nuk para përdorni, se shkoni ka zënë dhe smundje ato, po mundohemi domethënë me ilaçe biologjike. Nga punoj se 5 vjet në bujqësi intensive, u a di, mirë po njerëzit janë të pa informuar këtu shoku. Mund të vend të blejnë atë që duket e bukur, kurse ajo që ka ngrënë krimi apo qesh ashtu nuk ta marrin. Edhe pastaj thonë pse na zon smundjet, pse na zuri njëra, pse na zuri tjetra. Po jo, çfarë dele? Pesticidet, punimet, si kanë Nuk dele sa pi. Ne kemi traktorat tonë, se ti bësh me të tjerët nuk del, vëna xhepi. Edhe çmimet janë shumë të ulta, shumë gruri e këto. Nuk mbulon dot ato që hes. Çmimi i shitjes së grurit edhe Grur e bisër me 30-35. dhe ju vetë kosto. Po vajti vjet, vajti plerat vajti me 150.000 lekë kuntali vjet. Kështu që dolën 10 minutë, jo fitim dhe humbi. Ka shpenzime shumë që tu shjesh. Me pak. Sipas tyre, problemi kryesor lidhet me dëmtimin e 2 saraçineskave në rezervuarin e fshatit 8, nga ku furnizohet me ujë gjithë sistemi vaditjes për Drashovicën dhe disa fshatra të tjerë të zonës. Për shkak të këtij defekti, një pjesë e madhe e kanaleve vaditëse nuk furnizohet me ujë. Fermerët i bëjnë apel bashkisë së Selenicës dhe institucioneve përgjegjëse të ndryjnë sa më shpejt për riparimin e sistemit të vaditjes. Ata theksojnë se pa një zgjidhje të shpejtë, prodhimi bujqësor do të vijojë të bjerë, ndërsa gjithnjë më shumë banor do të detyrohen të braktisin bujqësinë që për dekada ka qenë burimi kryesor i të ardhurave për familjet e kësaj zone.